në atë mbledhje, ose më mirë në atë protestë të përbashkët, janë shumë qëllime njerësh. E para që kauzat të bashkohen atje ku ka nisur dhe ku mund të korrigjohet problemi. Pra, ligjet të cilat kalojnë dhe miratohen dhe afektojnë gjithë qytetarët shqiptar, fillojnë tek parlamenti shqiptar. Mund t'ju them një nga ligjet më të tmerrshme që e ka mbushur gjykatën administrative me plot raste procesesh gjyqësore për shpronësim, është ligji për shpronësimin. Unë mund ta citoj dhe me numër dhe me datë me emër, por pak rëndësi ka për bisedën tonë, unë di vetëm këtë, që ai ligj kur të vën damkën, shpronësim për damkën po e quajnë në thonjë, sepse kur ta vën atë definicionin, shpronësim për interes publik, i ka kopsitur mirë të gjitha nenet që ti mos kesh mundësi ta kundërshtosh arsyen përse ty të bë ky shpronësim. Pra ai të thotë, ti bë vetëm ankimimin e vlerës, por ti në asnjë mënyrë nuk e hedh poshtë shpronësimin për interes publik. Madje ka në të nene pa fund, po ndërto, në qoftë se dikur ka qenë shumë i specifikuar kushti ishte shpronësimi për interes publik, tashmë është lënë kastile i turbullt, është lënë në mënyrë të qëllimshme i turbullt, që të interpretohet si për shembull në rastin e Durrësit, ku shpronësim për interes publik është hapje e një hapësire të gjelbër. Pra merren toka, troje, banesa, është një dorë e dytë e cila po ri në ankth, e cila ka qenë në 2020 që e kanë futur pas një dëmtim nga tërmeti, e kanë futur me një projekt P2V do të prishen për arsyet e tërmetit, 100 banesa të tjera mbi amfiteatër, të cilat të gjitha shpronësohen kur do t'i dali letra, do t'i dali shpronësim për interes publik, për një fush me bar mbi amfiteatër. Pra jo për një fush e cila do të gërmojë më poshtë amfiteatrin. Madje atje kemi edhe aprovime, ndërkohë që objektet janë akoma në këmbë, janë akoma objektet e qytetarëve dursak në zonën e sipërme të amfiteatrit, ka aprovime të po themi KKT-s, TU-s që e kanë këto, Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit. Ka madje edhe mbasi ta kenë pastruar dhe të kenë bërë një fushë me bar, ka mbasi edhe disa ndërtime, ka edhe një rotond, çdo gjë mbi amfiteatër. Pra nuk bëhet fjalë këtu për të zbuluar amfiteatrin, por bëhet fjalë për të hapur një fushë bari. Desha të shpjegoj pikërisht këtë. Shpronësim për interes publik, zotni, nuk mund të jetë një fushë e hapur, sepse ajo nuk është as autostradë, nuk është as, domethënë, po pikërisht ligji i ka lënë, domethënë, interpretohet. Dhe duke qenë që interpretohet, domethënë, kujdo që po themi i tekit, po themi në gjuhën popullore, të bëj një plan zhvillimi në pronën e dikujt e bën shpronësim për interes publik. Ky është një problem, po ky është një anë e problemit. Pra pjesa që ajo që thuhet për interes publik është vërtet në interes publikut apo është në interes të disa njerëzve. Dhe pastaj vim tek çështja tjetër, se ne në parimet kushtetuese e njohim këtë që mund të merret prona e dikujt për interes publik dhe të kompensohet në mënyrë tjetër. Çështja është që mënyra se si ne e kompensojmë pronën sot nuk e lejon personin që nga ajo shtëpi që humb të fitojë një shtëpi tjetër. Është kaq e qartë. Ne të marrim një shtëpi për interes publik dhe ti nuk blen dot shtëpi tjetër pas këtij interesi publik. Po kjo që të ngelet tjetri pa shtëpi nuk është në interesin publik. Po, sepse edhe nga ana o do marrë një vlerë që do ketë një pronë tjetër, ose kjo që ai mbetet pa pronë. Po, pra, se ka disa nuk është interes, edhe publiku duhet ta thotë këtë, që kjo nuk është interesin publik. O do të i marrim dhe do të japim një pronë tjetër, ose nuk mund të lëmë njerëz pa pronë në rrugë, për çfarë? Pra kthehemi te debatit e ajo që diskutuam në fillim, përse duhet bërë kjo protestë përpara parlamentit, sepse ligjet e krijuara gabim korrigjohen pikërisht nga ata parlamentarë. Në dëshirën dhe në luftën që po bëjmë ne dhe evidentimin e problemeve, një pjesë e deputetëve
pa diskutim të opozitës, se nuk bëhet fjalë të opozitës të vinë aty dhe të marrin qëndrim pro, e pranojnë dhe madje përpiqen të na ndihmojnë pikërisht në faktin si mund ta shtrojmë, si mund ta hedhim poshtë një ligj për shembull si ky, apo VKM-n e shpronësimit e cila u pranua dhe nga vetë kryeministri dhe kryetari e bashkisë që është bërë me gabime. Pra ka dalë jashtë de facto është e gabuar, de jure nuk pezullohet. Dhe kjo i ri njerëzve si shpat mi kokë me vendimet e IMT-s që për çfarë do gjëje që do hidhet në tavolinë për diskutim, ata ta pranojnë. Dhe kjo është një mënyrë shumë mirë e njohur me 5 majin, kombinatin e të tjerë. Pra, këto janë mënyra raprezalje, dëbimesh, që gati unë i vura emrin, këto i ngjajnë internimet e kohës së komunizmit dhe atyre njerëzve vetëm kamioni ka ngelur t'i çoni për t'i transportuar plaçkat dhe letje vëmë emrin që ka internim